Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim një tavë të thjeshtë me patlıcan, duke qenë se tani në stinën e verës mund të gjeni perime të gjitha llojeve. Është një recetë që përgatitet shumë kollaj, me një metodë shumë të thjeshtë, por këtë herë tavën nuk do ta përgatisim duke e futur në furr, por do ta përgatisim në tenxhere. Më besoni që në fund fare del një tavë shumë e shijshme dhe nuk do të ndjeni të ngopur duke e ngjyrë me çapa buke. Po të doni mund ta fusni edhe në furr, por nëse doni që të mos shpenzoni edhe shumë kohë dhe shumë energji, mund ta përgatisni fare mirë në një tenxhere. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim, për këtë recetë do të përgatisim patlıcanët. Për përgatitjen e recetës së sotshme, unë kam përdorur 3 patlıcan të mëdhenj, të cilët pasi i kam larë dhe i kam fshirë mirë, më pas i kam qoruar lëkurën e tyre, siç e shikoni dhe në video, duke u hequr lëkurën ripa. Pasi kemi përfunduar këtë proces, patlıcanët i presim në feta rrethore, jo shumë të hollë dhe as shumë të trash, me një trashësi mesatare. Në këtë pikë, patlıcanët tani i kemi gati. Në një tigan me pak vaj, do të shtojmë një nga një patlıcanët dhe do t'i lëmë që të skuqen nga njëri krah. Dhe kur mendoni që patlıcanët janë skuqur nga njëri krah, i kthejmë ato në anën tjetër, siç e shikoni dhe në video. Në momentin që mendoni që patlıcanët janë gati dhe janë zbutur mjaftueshëm, në këtë pikë patlıcanët i vendosim në një pjatë ku kemi shtruar edhe letër kuzhine. Edhe kështu procesi do ta përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë patlıcanët. Dhe tani i kemi gati për të vazhduar më tej recetën. Tani tek e njëjti tigan ku skuqen patlıcanët, po të jetë nevoja mund të shtoni edhe pak vaj tjetër, do të shtojmë 2 kokra qepe të mëdha të grira imët. Do t'i gatuajmë qepët në zjarr mesatar të ulët, derisa të shikoni që qepët do të fillojnë të zbuten, dhe tani në tenxhere do të shtojmë edhe mishin e grirë. Po të doni këtë recetë mund ta bëni edhe pa mish fare, unë kam përdorur shumë pak mish të grirë, të cilin e kisha marinuar që më parë dhe e kisha lënë gati në frigorifer. Vendosa që mishin e grirë që e kisha marinuar për një recetë tjetër, ta përdor për tavën me patlıcan. I trazojmë të gjithë përbërësit mirë dhe më pas në tenxhere do të shtojmë edhe një pako të plot me pure domateje ose domate të prera në copa. Sigurisht për këtë recetë mund të përdorni edhe domate të freskëta ose pure domatesh të përgatitur vetë në shtëpi. I trazojmë të gjithë përbërësit mirë. Dhe gjatë kohës që gjella gatuhet në zjarr mesatar, mos harroni të shtoni krip, pak piper të zi dhe erëzat tuaja të preferuara që përdorni kur gatuani këtë lloj tave. Do ta lëm tani që gjella të gatuhet në zjarr mesatar për disa minuta, derisa të shikoni që domatet që ne kemi shtuar për këtë recetë janë zbutur mjaftueshëm dhe që gjellat mos ketë më lëng aq shumë sa që kishte në fillim, pra lëngu ka filluar të shtrojë nga pak. Gjellën e keni gati, edhe patlıcanin e keni gati, dhe tani gjellën unë e kam hedhur në një tas. Edhe tek e njëjti tigan ku përgatita edhe patlıcanët edhe gjellën për këtë recetë, kam vendosur të shtroj shtresën e parë me patlıcan, siç e shikoni dhe në video. Si për patlıcanëve, kam hedhur gjellën që përgatita me domate, qepë dhe mish të grirë.
Më pas, sipër saj kam vendosur shtresën tjetër me patlıcan dhe kështu mund të vazhdoni derisa të përfundoni të gjithë patlıcanët. Këtë recetë mund ta bëni me disa shtresa, varet se sa patlıcan keni përgatitur. Unë e kam përgatitur me vetëm 2 shtresa patlıcan, pasi kaq patlıcan kisha përgatitur, pasi kam shtruar të gjithë patlıcanët që më kishin ngelur në pjesën e sipërme të gjellës. Tani sipër tyre kam shtuar edhe hudhra të grimcuara. Mund të shtoni pak krip dhe tani thjesht gjellën e mbuloni me kapak dhe e lini të gatuhet në zjarr mesatar të ulët për të paktën 15-20 minuta. Megjithatë, mund ta kontrolloni gjatë kohës që gjella gatuhet. Dhe kur shikoni që në tenxhere ka shumë pak lëng dhe patlıcanët kanë marrë atë formën e tyre të gatimit përfundimtar, mund t'i provoni për shijen, mund t'i provoni për kripën, mund t'i provoni se sa të butë janë dhe nëse piruni futet shumë kollaj, dhe në këtë moment recetën e keni gati. Siç u thash, këtë recetë mund ta përgatisni edhe në furrë, por për të mos u marrë më tepër kohë, por edhe për të mos shpenzuar më tepër për energji elektrike, këtë recetë mund ta përgatisni fare mirë dhe në tenxhere dhe më besoni që merr në fund fare një shije shumë të mirë. Ne në familjen tonë e kemi shijuar shumë, duke e ngrënë me çapa buke dhe më besoni që nuk do të ndjeni të ngopur. Është një recetë shumë e thjeshtë, mund ta përgatisni tani në stinën e verës, duke qenë se perime ka plot. Prandaj nëse kjo recetë ju pëlqeu, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos urroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.